Një përfaqësi e banorëve të cilët preken nga projekti për zgjerimin e rrugës transballkanike në Vlorë kanë protestuar para zyrës së kryeministrit Rama, ku edhe i kanë kërkuar takim. Me pankarta në duar, i kanë bërthirë kreut të ekzekutivit dhe pushtetit vendor të trajtojnë me përparësi çështjen e shpronësimeve, që sipas tyre nuk është në bazë të çmimit të tregut. Asnjë nuk ka asnjë përgjigje. Tani kemi hartuar te zyra e Edi Ramës se këta thonë që të gjitha i ka Edi Rama. Nëse i ka Edi Rama duhet të na presë jemi qytetar të Vlorës, të vjetër të Vlorës. Nëse Edi Rama në Vlorë, në një fshat më të humbur të Shqipërisë, ka një shtëpi me 200 euro edhe me tokë 50 euro, unë i propozoj Edi Ramës të më japi shtëpinë e tij, i jap 300 euro. Duam të drejtën tonë të pronës, të shtëpisë që po na hedh në rrugë Edi Rama, e kemi zgjedhur dhe të rregullojë Vlora, le të zbukurohet na ashtu duam. Se kur bëhet një rrugë e mirë, ka përparësi qyteti e fshati çdo gjë. Po mua të më japin vlerën që më takon, mos më japin një vlerë më me dokumente çeqarake. Ku do të përplasem unë? Vetë të marr tash atë të vras vetë tim. Banorët që preken nga projekti i zgjerimit të bulevardit të Transballkanikës i kanë bërthirë kryeministrit Rama të zgjidhë çështjen e tyre, në të kundërt paralajmërojnë për shkallëzim të protestave.